Moderatori i Big Brother VIP 4, Ledion Liço hyri mbrëmjen e djeshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ai kishte një lajm jo të mirë për njërin prej banorëve. Bëhej fjalë për Gjibanin, babai i të cilit ndodhej në gjendje të stabilizuar, por as pak mirë me shëndet. Familja jote na ka njoftuar që babai yt është gjendur keq edhe ka shkuar në spital. Mami me vëllain më pas na thanë që ka kaluar një ishemi cerebrale. Gjendja është e stabilizuar, por mami dhe vëllai kanë kërkuar duke e ditur se sa dëshirë ke ti ta vazhdosh këtë përvojë. Ti e di familja është shumë e rëndësishme dhe ata në këto momente të vështira duan të kenë afër. Babi është stabil për momentin. Produksioni të ka prerë biletën e avionit për të nisur që tani në Londër, i tha Ledioni Gjibanit. Ky i fundit u çua takoi disa prej banorëve dhe u largua menjëherë së bashku me Ledionin, duke e lënë lojën për herë të dytë. Por sot Gjibani ka shprehur mirënjohjen e tij për gestin pas largimit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Në një postim të bërë në Instagram, Gjibani ka falendëruar publikisht gestin, si dhe ka treguar edhe për gjendjen shëndetësore të babait të tij. Baba është jashtë rrezikut. I vetmi që më ke uruar prej të gjithëve aty, njeriu i vetëm që më shikoi në shpirt, në gjeste, shkruan Gjibani në Instastory. Po ashtu, reperi Gjibani ka ndarë një përvojë të vështirë gjatë fluturimit të tij drejt Londrës për të takuar babain e tij. Ai ka rrëfyer se ka qenë me temperaturë dhe se ka humbur ndjenjat. Por gjithashtu i ka bërë thirrje një vajze të cilën e ka takuar në avion. Çfarë fluturimi? Duke u dridhur me 39 temperaturë. Stomaku copash nga ilaçet. Në mendje babi që ishte në spital. Humba ndjenjat dhe desh u fika 1 orë e 30 minuta pa arritur në destinacion, në 12.000 metra lartësi. Faleminderit Zotit për pasagjerët shqiptar që nuk janë të ftohtë e u çuan direkt të më ndihmonin. Dhe për engjëllin e bukur që e kishte fluturimin në një kohë me mua e më fali surprizën më të bukur. Na shite i gjithë avioni sa shkojmë. Mendoje njëherë se ti labe unë mjeditor, sukses i garantuar o zemër. Jo më pak falenderime për punonjësit e policisë së shtetit, punonjësit e aeroportit dhe tizonjusha që nga 32-0 një sata ktheft i madh i Zot me të mira dhe shëndet në familje. Sa dashuri kam marrë qysh sa është futur Ledioni në atë shtëpi. Sa mirë kuptim dhe forcë që më keni dhënë 99% e njerëzve që kam takuar mbrëm, shkruan Gjibani.